Që të vetë vërtetën, jo vetëm tani, po edhe të kaluarën, partitë kanë dalë me programe goxha të mira për arsimin, mirë po tjetër është fushata, tjetër është realiteti. Uroj që partitë atë që e thonë në fushat të mbajnë fjallën kur të vinë, cila do që vinë në pushtet, por që thëmë vërtetën, ato që thuhen në gëzojnë momentalisht, por ne presim gjithmonë që të kthehen në realitet. Pritet tona janë që të kemi një qeveri e cila e dëgjon zërin e punëtorëve të arsimit, e cila është për dialog, e jo siç ndodhi me qeverinë Kurti tani sa vite ku ishin mbyllur dyert e dialogut dhe nuk ishte dialog, madje kishte edhe përpjekje për shurje të sindikatave. Urojmë që 7 qershorit na sjell një qeveri e cila i kupton hallet e të tjerëve, e cila i bën dyert të qelë për dialog. Kërkesat tona do të jenë kërkesë fillestare do të jetë që të kemi dialog, pra pastaj kontrata kolektive, ngritja pagave që të barazohet me pagat që i kanë kolegët tanë në shtetet përreth nesh. Po, cilat janë përmendur të thotë pagat, po kërkesat tjera së bashku, se përket edhe pjesës tjetër të klasave dhe shkolla, cilat janë qeverinë? Kërkesa jonë do të jetë edhe kushtet e punës në shkollat tona, ka se një pjesë e shkolla punojnë me kushtet e shekujve të kaluara, me shpuzë dhe shkoms. Ne presim që të kemi digitalizim të shkolla ashtu si premtohet vazhdimisht, në mënyrë që edhe mësimdhënësit dhe nxënësit punojnë me kushtet e shekullit 21. Pra do të jetë një nga kërkesat tona të vazhdueshme, kushtet e ndryshet e punës në shkollat e Kosovës. Shifra nuk kemi, ne filluam të miremi me këtë çështje, por e pam se institucionet nuk po reagojnë, po e heshtin. Ka edhe mungesë nxënësve, rënje të numrit të nxënësve, ka edhe largim të një pjesë të kuadrave, dhe kjo na sjell në një rrezik në të ardhmen nëse vazhdohet me këto trende. Nëse nxënës kemi më pak, do të thotë mund të kemi edhe shkolla të mbyllura, që nuk është mirë, edhe nëse kemi largim të kuadra, atëherë vështirë se do të kemi zgjedhje lidhur me kuadrat në arsim, të cilat eventualisht do të alshojnë këtë sistem arsimore, do të shkojnë qoftë në punë tjera, qoftë në vende tjera të Evropës apo botës. Po nëse prapë kemi një situatë, një reprizë të këtyre gjërave që po na ndodhin 2-3 herë, atëherë do të dëmtohet jo vetëm arsimi, por të gjithë sektori publik dhe privat, nga se partitë prapë do të miren me vetveten, prapë do të miren me fushata zgjedhore dhe nuk do të kenë kohë as mundësi që të miren me kërkesat tona, por jo vetëm tona, po edhe me kërkesat e policisë, zjarfikësve, administratës publike, madje edhe sektorit privat. Pra çdo ikje nga këto detyra e që po bëhet vazhdimisht sjell probleme dhe ato kërkesa dhe problemet grumbullohen dhe nuk kemi kujt ja themi. Edhe në këtë situatën që jemi tani, ka kërkesa, ka probleme, por ato kërkesa nuk kemi ku t'i adresojmë. Urojmë që 7 qershorit të sjellë në fund një zgjedhje të plotë, të kemi institucione sa më shpejt, të kemi parlamentin, të kemi qeverinë, të kemi Ministrinë e Arsimit me cilin do të komunikojmë, por të kemi një Ministri të Arsimit e cila e mban dyert hapur për dialog, e jo siç kishte ndodhur tani e 5 vite, kur ishtin barikaduar kundër dialogut, edhe Ministrja Nagaci, e pastaj edhe Ministri Qeku që erdhi, ne i dërguam shkresa që të takohemi, por ai nuk është përgjigjur. Domethënë, presim dialog, presim zgjedhje graduale të çështjeve tona, presim që tërë sistemi edhe shtetit mirët seriozisht me arsimin, jo vetëm me deklarata me 7 mars ose ndonjë festë tjetër, por t'i ndihmojmë mësimdhënësit të ecin me hapat e duhur në shekullin 21, e për të bërë kjo duhet kemi kushte krejt tjera në shkollat e Republikës së Kosovës.